Sot 2 vite nga ndarja nga jeta, Thierry dhe Gabriel na emocionuan me videon dedikuar Huedas vazhdo të kërcesh me yjet. Duket sikur ka ndodhur dje, por jo, kanë kaluar plot 2 vjet prej ndarjes së parakohshme nga jeta të Hueda El Sayed. Vajza e qeshur dhe ëmbël e showbizit shqiptar, ajo që bëri për vete që në daljet e para në ekran në fillim të viteve 90 nuk arriti të mposhte betejën me kancerin e gjirit, një sëmundje që zgjodhi ta mbante të fshehtë për publikun dhe mbylli syt përgjithmonë në 23 nëntor të vitit 2021. Vdekja e saj trishtoi miqt, kolegët dhe çdo që e njihte dhe kishte parë nga ekrani, por sigurisht më shumë nga të gjithë mungesën e saj e ndjejnë partneri Thierry dhe i biri Gabrieli në këtë ditë të vështirë për ta. Thierry e ka kujtuar në mënyrën më të bukur duke ndarë një video me momentet e saj më të bukur artistike, por edhe familjare. Në ritmet e Interstellar nga kompozitori i njohur gjerman Hans Zimmer, ata kanë zgjedhur të rikujtojnë të shtrenjtën e tyre, e cila i dha kaq shumë skenës tu në tokë, kurse tani vazhdon të kërcej në qiej me ëngjëjt dhe yjet.